Çdo vit, prindrit e shoqëronin djalin e vogël për tek gjyshja. E më pas ktheheshin të gjithë së bashku me të njëjtin tren në shtëpi. Pas disa vitesh, kur djali u rrit, u tha prindërve të tij: "Tashmë jam mjaft i rritur, do shkoj vetë tek gjyshja." Pasi djali këmbguli shumë, prindrit u pajtuan me këtë vendim. Ata e shoqëruan në stacion dhe kur treni po bëhej gati të nisej, babai e përqafoi dhe i përshpëriti: "Biri im, nëse papritur ndihesh keq ose friksohesh, kjo është për ty." Dhe i futi diçka në xhep. Për herë të parë në jetën e tij, djali u uli vetëm në tren pa prindër. Rreth tij silleshin njerëz të panjohur që bënin zhurmë, shtyheshin, futeshin dhe dilnin, ndërsa disa prej tyre e shikonin me keqardhje dhe përshpëritnin: "I gjori fëmijë, si mund ta linin vetëm?" Në një moment djali i vogël filloi të friksohej. Uli kokën, u shtruk në një cep të sediljes dhe filluan t'i rrinin lotët. Në atë moment, u kujtua se i ati kishte futur diçka në xhep. Duke u dridhur, futi dorën në xhep. Gjeti një letër. E hapi dhe me lot në sy e lexoi: "Bir, unë jam këtu në vagonin e pas. Ne duhet kemi besim tek fëmijët tanë. Duhet i mbështesim, por gjithmonë të jemi aty, në vagonin e fundit. Që ata ta dinë këtë dhe të mos kenë frikë gjatë udhëtimit të jetës. Zot, ruaj fëmijët tanë. Amin."